mbrëma të nderuar shikuesi u adhurues të basketbollit, jemi në pamje direkte nga Pallati i Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, këtu ku do të zhvillohet derbi i pjesës së dytë të tabelës apo fundit të tabelës ndërmjet Borës dhe Vllaznimit, dy skuadra që në xhirot e fundit kanë arritur që të e komplikojnë gjithë situatën e Pro Kredit Superligës, duke arritur fitore të mëdha në njërën anë Vllaznimi që mposhti edhe Bashkimin edhe Trepçën, e në anën tjetër Bora që në këtë ndeshje vjen nga fitoria ndaj Pejës. Sot do të përballen me njëra tjetrën në një ndeshje shumë të rëndësishme për të dyja këto skuadra që po synojnë të ikin fundit të tabelës. Aktualisht Vllaznimi është në pozitën e fundit me 3 fitore dhe 7 humbje, ndërsa Bora është në pozitën e parafundit me 4 fitore dhe 5 humbje. Megjithatë e ka një ndeshje më pak, ndeshje të cilën do ta zhvillon këtë martë ndaj Trepçës. Gjithsesi, para asaj ndeshje pret një duel mjaft i vështirë sonte skuadrën e trajnerit Zoran Kashqelan, i cili sonte luan pra me këtë përbërje Peyton Qiz, Mehmeti Plana, Zeqiri, Hunter Gjus, kapiteni Ademekic, Sulejmani Hot, Lebovsi dhe Jetmir Zeqiri. Në anën tjetër Rajko Krivokapic luan me Reed Bedrën, Ismailin Todd Helms, Anej edhe pse është në formacion edhe sot nuk do t'jetë me skuadrën e Vllaznimit, Ati Kushi, Samir Zekici, Leo Kolimerio, Drende Dushaj, Dasyla dhe Eden Cingu. Pra e thash edhe në këtë ndeshje, Vllaznimi do t'luan pa një qendër tipike, ndërsa tashmë edhe me ndryshimin e playmakerit, edhe më tej skuadra e Vllaznimit nuk e ka gjetur atë stabilitetin. Po shohim edhe 5 startuese të skuadrës Borës, Peyton, Hunter, Mekic, Hot e Zeqiri do të startojnë sonte. Në anën tjetër te Vllaznimi startojnë Reed, Todd Helms, Zekici dhe Rën Dasyla. Pra e thash, Bora në këtë ndeshje vjen nga fitoria e madhe ndaj Go Plus Pejës në mesjavë me rezultat minimal 81-82. Drame vërtet u zhvillua në Karagaq në Pejë, ku Bora me të gjitha forcat hyri në atë ndeshje dhe arriti t'i revanshohet Pejës që kishte mposhtur në ndeshjen e parë pothuaj në mënyrë identike, pra vetëm në çastet e fundit. Në anën tjetër Vllaznimi nuk arriti që në Shaninushi të mposhtë Golden Eagle Yllin Pësaj 66 me 71, edhe ajo ndeshje ishte mjaft interesante. Pam një shkëputje të Yllit e më pas rikthimin e Vllaznimit, megjithatë gjakovarët nuk e patën forcën që në çastet vendimtare të e marrin edhe fitoren, ashtu siç bën edhe me skuadrën e Trepçës një ndeshje më parë. Do shohim sonte se cila nga skuadra do t'jetë më kërkuese dhe më e koncentruar për të marrë këtë fitore shumë të rëndësishme për ta. Tashmë po i shohim edhe 5 startuesit që janë në fushë dhe gjithçka është gati për startuar. Ndeshja, dueli i parë i ditës sotme tashmë ka përfunduar. Trepça ka arritur që ta mposhtë Golden Eagle Yllin dhe atë me rezultat të thellë 98-69. Gjithçka gati tashmë për të startuar në Prishtinë. Topi parë në duart e vendasve. Hunter. Amin Hot. Zeqiri tek Mekic. Peyton. Hunter do gjuan për 3 pikë, për të i realizuar pikët e para në këtë përballje. Hunter ndaj Pejës luajti me 21 pikë, 8 kërcime e 8 asistime. Sa paraqitje mjaft të mirë po atje edhe Amin Hot. Ka faull në sol nga Helms. Pati kapje nga ana e tij. Në shohim edhe njerë duelin 1-1 me Ademekicin, po e shohim atë goditje në fakt në kokë, ku shkaktoi faull në sulm. Mekic. Tek Hunter. Faull
i Dasylës, i cili me të vërtet ka qenë fantastik në këto ndeshjet e fundit. Shumë i ka ndihmuar skuadrës së Vllaznimit në mbrojtje. Tashmë një top i vjedhur pikërisht nga Dasyla. Pasimi ishte i gabuar aty. Teksa shohim sulmin e Gjakovarve. Todd. Edhe një top i vjedhur tashmë në anën tjetër. Por shpejt e rikuperojnë Gjakovarët dhe Dasyla me ngulitje e përfundojnë në aksionin për të realizuar pikët e para të skuadrës së Vllaznimit sonte 3-2. Hot. Hunter. Hunter që do të gjuan në sekundat e fundit të aksionit. Alex Hunter edhe njerë i sak për treshe. 6-2 rezultati. Todd. Samir Zekici e kthen edhe njerë topin tek Todd. E gjenë debërtimin, por nuk arrin të realizon ishin sekundat e fundit të aksionit. Hunter në anën tjetër. Tek Peyton. Mekic. Topin Adem Mekic. Dasyla shkon disi ai top në duart e Helms që realizon në kundërsul. Për 6-4. Amin Hot. Hunter. Tek Hot. Shkon ai top tek Zeqiri që realizon në kosh. Todd. Tek Reed i cili e ka shkelur vijën. Top i humbur. E shohim edhe trajnerin Rajko Krivokapic që kanë më tepër koncentrim nga lojtarët e tij. Mekic tek Hunter. Peyton, sa bukur shkon deri në fund. Lehtë e ka lënë Samir Zekicin. Reed. Ziggy Reed. Shojtë nga gjysmë distanca, por nuk tregohet i sakt. Adem Mekic niset. Zeqiri do të gjuan për dyshe, e ka shkelur vijën. Realizon 10-4, në fakt 12-4 në falni, rezultati në të mirë të skuadrës së Borës që nisë më mirë ndeshjen me treshet e Alex Hunter. Me njerë ka kërkuar time out trajneri Rajko Krivokapic që tenton të ndalë ekipin e Borës. E kemi dyshën e gjyqtarëve këtu. Do ta kemi rastin e fundit të Zeqirit. Atër
ishin dysha gjyqtarëve që rishikuan edhe njerë rastin e fundit. Nuk ishte dyshe, por ishte 3 pikësh ajo që e realizoi Jetmir Zeqiri për 13-4. 6 minuta e 11 sekunda janë deri në përfundim të çerekut të parë. Todd. Da Silva. Helms. Jerry Cole Helms. Foul dhe ti. Do tjetë në vijen e gjuajtje së lirë. Qëllon Helms në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Pika e ti e trit, edhe njeri sakt, 4 pikë të Helms. Nga 6 të vllaznimit në start të kësaj përballje, 13-6. Hunter. Simi nga buar i Zeqirit. Nuk kuptohen me Jules, përfundon jashtë. Reed, dhe në topin edhe njerë të Todd. Da Silva. Helms. Ron Da Silva. Edhe njerë këta në topin të Jericho Helms. Todd. Dhe gjuan në sekundat e fundit të aksionit airball i ti. Do kemi zëvendësim të dy fisht Gen Zeqiri, se dhe Tyler Cheese në lojë tek skuadra e Borës. Ulian Hunter e Jetmir Zeqiri. Amin Hunt. Cheese. Hot. Gjenë dëbërtimin, por jo dhe pikët Jules blokuan nga Reed. 3 vishohet, gabon në hapa, mbrojtje mirë e Gjakovarëve tashmë. Nuk i lejojnë pikët në kosh Julesit. Shojmë i top shkoj në duart e Jules, u blokua nga Ziggy Reed e më pas. Ai 3 fishime detyroi që të gabon në hapa. Todd. Da Silva. Reed. Edhe njerë gabon Reed në pozitën e njëjtë, shkel vijën as pak, nuk i pëlqen kjo trajnerit Krivo Kapic. Teksa e shohim Rezart Mehmetin tashmë të gatshëm të jetë i pranishëm sot. Tyler Cheese. Gjende bërtimin deri në fund, nuk arrit të realizon Ziggy Reed. Ka faul nga Adem Mekic. Jetë personalja e ti e 2 do të zëvendësohet kapiteni i skuadrës Borës, Adem Mekic. Kthehet në lojë Peyton. Todd tek Helms. Da Silva. Todd. Helms. Debërton deri në fund Jericho Helms, nuk është i sakt. Tyler Cheese me luarti në ngërcim. Bukur ai top tek Peyton, që me ngulitje përfundon aksionin për 15-6. Po e ruan Bora avantazhin kur kemi hyrë në 4 minutat e fundit të çerekut të parë të ndeshjes. Ndaljet me personale. Todd.
Ne shojmë edhe njerë momentin Jules është ai që ka shkaktuar faul. Teksa të gaban në tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Në të dytën është i sakt. 15-7. Vetëm 7 pikë të realizuara deri më tash nga vllaznimi. Payton. Simi i fort për Tyler Cheese, topi përfundon jashtë. Erik Than atop Helms tek Todd. Deri në fund Todd arrin të realizon. 15-9. Ka faul nga Dasyla. Personalja e dytë e Ron Dasylës do zëvendësohet me njerë për gatitet të futet në lojë kapiteni Ati Koshi. Mehmedi tek Payton. Cheese. Nuk treguohet i sakt në këtë debatim Tyler Cheese. Todd shkon vetë, nuk është i sakte, nuk kuptohen as Helms e Reed. E ndalë sulmin Tyler Cheese. Faul i Zekicit. Tyler Cheese. Again Zeciri. Shkon disi ai top tek Jules. Payton në sekondat e fundit të aksionit nuk është i sakt, por kthej topin në duart e tij. Edhe një herë vazhdon sulmi i skuadrës së Borës. Mehmedi bukur tek Genc Zeciri që gjuan për 3 pike realizon. Genc Zeciri për 18-9. Helms deri në fund realizon e ndalet edhe me faul. Do të kemi zëvendësim tashmë tek skuadra e vllaznimit Dedushaj në lojë në vend të Zekicit. Nërsa Helms është në vijën e gjuajtjes së lirë. Nuk e qëllon Jerry Cole Helms. Mbetet 18-11. Lojë mirë e Todd, teksa faul ndaj Helms edhe një herë. Realizon Jerry Cole Helms në tentimin e parë kësaj radhe, paraprakisht nuk qëlloj. 3-2 nga vija e gjuajtjes së lirë sonte e qëllon të dytën do tullet për të pushuar Colin Marion në lojë në vend të tij. Amin hot tek Zeciri që ndalet me faul nga Dedushaj. Ne shohim edhe një personalin e Dedushajt ndaj Jetmir Zecirit që ndodhet në vijën e gjuajtjes së lirë.
nuk e qëllan të parën, 5 pikë të tij deri më tash. Në të dytën është i sakt. Nga i 6 e jetë Mirë Zeqirit për 19-13. 1 minutë gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Kushi. Kollimerio, lëvizje bukur e tij. Gjithsesi mungon finalizimi. Zart Mehmeti gjuan për 3, nuk është i sakt, topi kthehet në duart e Amin Hot. Teksa Jules ndalet me personale nga Kollimerio. Ne shojmë edhe një momentin e personales që i jep 2 të lira Julesit që edhe më tej në fakt. Deri në këtë çast ishte pa pikë, tashmë i qëllon pikë të tij të para. Për 20-13. Nuk është i sakt në të dytën. Kollimerio kthen topin të këtët. Lëgjuan për 3 pikë tëd. Nuk është i sakt. Loj me këmbë nga Kollimerio. Nuk arrin të kontrollon atë top që u kthye. Qiz tek Amin Hot. Bukur tek Jules që me ngulitje monstruoze e përfundon aksionin, e shojmë edhe një herë. Fenomenal Jules. Definitivisht aksioni i mbrëmjes, nuk shohim shpesh kësi lloj ngulitjesh. Në anën tjetër Zigirit ndalet me personale. Përgatitet të futet në lojë. Edhe Jon Ismaili, i cili duket që nuk është i gatshëm mjaft i nervozuar me këtë trajneri Rajko Krivokapić. Teksa Zigirid qëllon. Gjuajtja e lirë do t'ullet Jules. Njëzet e 2-15. Hunter. Tek Amin Hot që gjuan për 3, nuk është i sakt, topin e duart e Zigirid. Përfundon çereku i parë, 22-15 pas 10 minutave të para, e kontrolloi plotësisht këtë çerek. Skuadra e Borrës që bati e përsinë edhe në +9 dhe nuk po e lejonte skuadrën e vllazënimit të rikthehet në lojë. Shkojmë pak marketing për të rikthyer pas në çerekun e dytë. Ajdën qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin TikTok, ngam tiku. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç bre s'ki nevojë për këtë punë bank me shku. Banka ProCredit. Ngoti yllin.
Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi me çerekun e dytë, pra 22:15 pas 10 minutave të para. Do të shohim do të ketë përgjigje skuadra e vllaznimit tashmë në këtë 10 minutësh. Pas 10 minutave të para, me nga 6 pikë tek Bora po luajnë Hunter e Jetmir Zeqiri, në anën tjetër Helms është medalluari me 8 pikë. Todd i ngrit në ajër, 3 lojtare kthen topin tek Samir Zekiqi, i cili nuk qëllon. Amin Hunt tek Hunter. Edhe njerë Hunt. Mbrojtje mire Todd. Zekiqi kontrollon në top. Reed. Ziggy Reed. Atik koshi 5 sekunda. Do të gjuan Todd. Nuk arriti të realizon Tyler Cheese me luartin në kërcim, niset shpejt në kundër sulm. Amin Hunt gjuan për 3 pikë realizon. Amin Hunt. Edhe një tjetër treshe e skuadrës së Borës që tashmë e krijon nëpërsinë në 2 shifrore 25-15. Do të kthehet Jerry Cole Helms, ullet Ziggy Reed. Colin Mario tek Helms. Todd. Helms. Dere në fund Jerry Cole Helms. Pika e 10 e tij. Qari parë me pikë shifrore sonte. Vjen tentimi edhe një herë për treshe kësaj radhe, nuk është i sakt Hunter. Ja mundësin në vllaznimit e shkrin edhe me tepër rezultatin, por nuk tregohet i sakt kapiteni ati kushi. Tyler Cheese të gjuan nga gjysmë distanca, realizon pikë të para të Cheese. Sa shohim personalen e Jetmir Zeqirit. Personale e parë e tij. Todd. Zekiqi. Asa radhe nuk qëllon për 3 pikë. Hunter tek Cheese që qëlloj paraprakisht jo kësaj radhe. Faul ndaj Jules. Që mbetet i shtrir. Gjithsesi, gjithçka në rregull me të. Nga Zeqiri do të kthehet në vend të Amin Hunt.
Është Tyler Qisaj që do ta rikthen topin në lojë. Jules. Hunter. Qis, bukur tek Genze Qiri. Gjuan për 3 pikë, nuk është i sakt. Helms. Ka faul. Do t'jetë në vjenin gjuajtje së lirë. E kërkuan më herët nga banka e skuadrës së Borës faulin ndaj Helmsit. Megjithatë, do t'i ketë 2 të lira Jerry Cole Helms. 5-4 nga vija e gjuajtjes së lirë, qëllon 11 pikë të tij. I sakt edhe njerë. 12 pikë nga Jerry Cole Helms sonte. I vetëm po mundohet të mbajë vllaznimin në lojë. Qis. Tek Hunter. Nuk ka treshe. Helms me ljarë në kërcim. Ati koshi. Tek Jerry Cole Helms që do të gjuan për 3. Nuk është i sakt. Edhe njerë Qis me i lartë në kërcim. Hunter. Jules. Nuk është i sakt, lufton Jetmir Zeqiri. Duket që Kollimaria e ka shkelur vijën. Kthehet Adem Mekic që ullët Tyler Qis. Dhe është dati ta kënë topi skuadrës së Borës. Mekic. Hunter. Zeqiri. Gjuan, por nuk ishte gjuajtja më e mire mundshme teksa e shohim personalen e Jetmir Zeqirit ndaj Das Syllës. Tentoi t'ja heqa top nga duart, por e goditje në fytyr rënda Syllën Jetmir Zeqiri, që shkakton personalen e dytë. Do të kemi rishikim të rastit të fundit nga dysha e gjyqtarëve. Atëherë, pas rishikimit të rastit, është faul jo sportiv i Jetmir Zeqirit ndaj Das Syllës. Po shohim që goditja ka qenë në fytyrë e panë edhe dysha e gjyqtarëve, teksa Ronda Sylla qëllon tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Pika e tretë e Das Syllës që ka marrë edhe një kërcim dhe ka bërë edhe një asistim.
kur shkon ai top tek Colomerio që realizon për 3 pikë. Tashmë afrohet gradualisht skuadra e vllaznimit në rezultat 27-23. Kemi time-out të kërkuar kur janë edhe 6 minuta e 10 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehemi pas time-outit. Dhe shojmë hajde të arrijmë vllaznimi edhe më tepër të kthehet në rezultat. E ka shkrier atë vërsin prej 10 pikëve. E shojmë se si realizoi Jules aty, eksa në anën tjetër ndalet edhe një herë me faul Jerry Cole Helms. Personalja e tretë është kjo e Adem Mekiçit. Duhet të zëvendësohet Mekić pas personales së tij të tretë teksa kthehet në lojë Peyton. Colomerio. Helms. Vjen tentimi i Dasylos, jo edhe pikët. Peyton e merr atë. Rojtje mirë e Dasylos. E në kundërsulm nuk arriti të realizon Jerry Cole Helms. Edhe njerë vazhdon sulmi i Gjakovarve. Edhe njerë Helms nuk qëlloj, por nga plani i dytë vjen Colomerio. Ullet Dasyla, është më momenti për Jon Ismailin. Janë tentimi për 3 pikë nga Amin Hot. Lufton për atë. Amin Hot në gjas ka kërkuar challenge trajneri Rajko Krivokapić. Do të kemi edhe njerë dyshën e gjyqtarëve këtu për ta rishikuar rastin e fundit.
E rishikuan edhe një herë rastin dysha gjyqtarëve. Topi përfundoi jashtë nga duart e Todd e shtyu Amin Hot, por sipas dyshës së gjyqtarëve ishte Todd ai që ka luajtur i fundit. Vazhdon sulmi i skuadrës së Borës. Amin Hot. Gjuan në sekundat e fundit apo jo, kishte përfunduar koha. Mbrojtje mirë e Gjakuvarëve tashmë. Kur kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, e ka shkrier vllaznimi në 4 përsinë e Borës. Todd. Todd. E këthen topin të Jerry Cole Helms që i ka 6 sekonda dhe në fund të këtij sulmi. Jerry Cole Helms ja vjedh topin nga duart Rezart Mehmeti. E në anën tjetër nuk arriti ta përfundon Mehmeti sulmin. Ja hoqi topin Helms nga duart, por nëse nuk gaboj ishte Ismaili ai që luajti i fundit. Bukur ai top tek Rezart Mehmeti që gjuan për 3. Nuk është i sakt. Amin Hot ja merr topin nga duart Jerry Cole Helmsit. Kësaj radhe jo. Ati kushi tek Helms. Colimerio deri në fund realizon dhe ndalet edhe me faul. Leo Colimerio e shkrien edhe motiv për rezultatin. Tentoi Peyton që të nxjerrë aty faulin në sulm, megjithatë nuk arriti të vendoset në kohë. Isaac Colimerio edhe nga vjeçuajtës së lirë. Vetëm plus 1 Bora, 29-28. Plotësisht në lojë tashmë Gjakovarët që gradualisht filluan të rikthehen në lojë. Hunter. Cheese. Alexander. Faul e atij koshit. Amin Hot. Shkon ai top disi në duart e Jules. I cili realizon për 31-28. Ismaili. Todd Helms ndalet në gjysmë distancë e me tabelë realizon edhe një herë. Jerry Cole Helms 14 pikë të tij. Faul i Jan Ismailit, i cili ndëshkohet me teknike për reagimin e tij. Shohim edhe një herë. Amin Hot e realizon gjuajtjen e lirë. Do të kemi zënësin të dy fish tek
vllaznimi. Reed e Zekiqi në lojë. Zëvendësohet edhe Jon Ismaili. Hunter tek Jules, edhe njerë Hunter. Amin Hunt. Bukur debërtan Amin Hunt deri në fund. Realizon 34-30 shpejt kthehet Embërsia prej 4 pikëve. Megjithatë, edhe një herë dal në skin Jerry Cole Helms. Në anën tjetër shpejt përgjigjet Hunter për të rikthyer Embërsin prej 4 pikëve edhe një herë. Reed dyfishohet, shkon deri në fund, nuk është i sakt. Jules më i lartë në kërcim. Cheese. Edhe Cheese tek Zeqiri. Cheese edhe njerë. Nuk ka pik. Këllë Mario e mera top. Helms. Zekiqi. Samir Zekiqi. Dalet me faul nga Hunter. Ishte mismatch aty. Tashmë në përnus janë të dyja skuadrat. Në vjen e gjuajtjes së lirë do t'jetë Samir Zekiqi. Era e parë sonte. E qëllon në tentimin e parë Samir Zekiqi, pika e parë e tij. Sonte ka kontribuar edhe me 2 kërcime, ndërsa 2 herë tentoi për treshe, nuk arriti të qëllon. Në të dytën nuk është i sakt. Edhe njerë Jules e merë kërcimin e tij të 8 sonte. Amin Hunt tek Hunter. Foul. Ne shojmë edhe njerë personalen e treta e Samir Zekiqit. Ndërsa në vjen e gjuajtjes së lirë do t'jetë Alexander. 8 pikë sonte. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt Alexander. E kthehet në lojë rënda Syla. Megjithatë, fillimisht kemi time-out të kërkuar nga banka e skuadrës së vllaznimit 37-33 edhe mëtej në ndjekje të rezultatit janë gjakovarët. Të shohim a do të arrijnë të bëjnë diçka më tepër kur ka mbetur 1 minutë e 20 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas time-outit.
Pra 1 minutë e 20 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. 37-33. Colimario. Reed. Edhe njerë të Colimario. Luan 1-1 me Amin Hot. Nuk ka faul këtu. Peyton. Jules. Zeqiri. Gjuan për 3. Nuk është i sakt. Ziggy Reed me i lartë në kërcim. Sa radhe është faul i Amin Hot. Nuk arriti që të vendoset në mbrojtje. Da shojmë edhe një herë, ishte në lëvizje. Amin Hot. 2 lira do t'jenë për Ziggy Reed. 2 pikë të ti sonte. Të dyja i ka qëlluar vetëm nga vija e gjuajtje së lirë. E qëllon edhe një herë. 3-3 nga vija e gjuajtje së lirë. Nuk është i sakt në të dytën, e merr vetë kërcimin dhe realizon. Ziggy Reed nuk treguan të vëmendshëm lojtarët e Borës. 36.5 deri në përfundim të pjesës së parë. Tashmë tjetër time-out i kërkuar. Vetëm +1 Prishtinasit. Do të shojmë tashmë në këto sekundat e mbetura. A do të shkojnë në pushim me bërsi apo vllaznime. Do të arrijnë që edhe të rëmben avantazhin. Hunter. LT Hunter. Alex Hunter. Bukur shkon ai top tek Qis, nuk qëllon. Do të kemi kundër Solm. Dasyla nuk arriti të realizon. Ndalet me faul. Rënda Syla. Do të shojmë edhe një herë. Faulin e Jules ndaj Dasylës. Jep 2 të lira dhe mundësin që edhe të e marrë e përsin e parë son të skuadra e vllaznimit, kur janë edhe 9.2 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Nuk e qëllon të dytën, mbetet baraz rezultati 37-37. Tyler Qis në anën tjetër. Bën slalom, debërton, realizon dhe përsin e kthen në fund të pjesës së parë. 39-37. Bora shkon në pushim me e përsi
falë Tyler Cheese dhe realizimit të tij në sekundat e fundit pas pjesës së parë. Alexander më i dalluari me 9 pikë, teksa Jules ka kontribuar me 7 pikë e 8 kërcime. Në anën tjetër tek vllazënimi 16 pikë erdhën nga Jerry Cole Helms. Shkojmë me pak marketing për të rikthyer në pjesën e dytë.